Izraeli është shtet agresor, është shtet që kur u krijua në mënyrë kriminale dhe të padrejtë, sepse është shtet artificial. Izraeli s'ka vend atje ku është. Nëse Izraeli kërkon të rivendoset atje ku mendohet dhe që thuhet se ka qenë dikur para 2500 vjetësh, atë kjo do të thotë që e gjithë historia duhet të kthehet mbrapsht, gjë që s'mund të bëhet. Ato që i bën Irani, i bën fare pak për mendimin tim. Jo se Irani ka pësuar dëme të vogla, por llogaritën me sipërfaqen dhe me të ardhur dhe me resurset që ka Irani i rikuperon shumë, ndërsa Izraeli morin qaf ai kriminal Netanyahu, miku i banditit ton, krye banditit që po vjedh pronat e shqiptarëve kudo në Republikën, ai është kriminal koi para gjykatës së Hagës shpejt apo vonë. Ka urdhër arresti për Netanyahun, ka një regjistër dhe një listë gjatë krimesh që ka bërë ai kundër njerëzimit, por edhe kundër popullit të tij, dhe shpresoj që populli hebre, si populli mençur që është, do t'ja tregojë vendin shumë shpejt. Avokat, si shpjegohet që edhe pse Donald Trump thotë që ne kemi shkatruar pothuajse të gjithë bazat e municioneve të Iranit, Irani vazhdon të hedhë raketa sikur asgjë s'ka ndodhur, pra sikur s'ka pas bombardime. Trumpi i ka hyrë detit me këmbë, zotëri. Trumpi i ka hyrë detit me këmbë, zotëri. Sepse Trumpi u vu në shërbim të Netanyahut, në shërbim të Izraelit. Arsye se pse e bëri këtë, ne nuk i dim. Teorikisht i dim, po praktikisht nuk kemi asnjë fakt, asnjë provë në dorë. Dhe për mendimin tim, Trumpi po i çon djemt dhe vajzat që shërbejnë, gratë që shërbejnë në ushtrinë amerikane, po i çon mish për top për interes të Izraelit, për interes të një kriminali botëror që quhet Benjamin Netanyahu. Për mua nuk duhet ta bënte këtë gjë dhe duhet një orë parë të tërhiqet, sepse humbjet dhe Amerika në këtë rast i ka shumë të mëdha. Letë nuk e thonë, letë që i censurojnë dhe i fshehin të vërtetat, por humbjet i ka shumë të mëdha. Dhe unë mendoj që duhet të tërhiqet sa më parë. Kush jam unë? Unë jam një analist, as më shumë as më pak. As një gjë s'kam në dorë, s'kam as pushtet, as para, as gjë për ta urdhëruar, as fuqi. Por duhet që presidenti Trump të tërhiqet nga kjo aventurë të cilë si ka hyrë, siç e thash në fillim, ka hyrë detit me këmbë. Avokat, si shpjegohet që Donald Trump ka, po themi, agjencinë më të fortë të inteligjencës, e cila është CIA, dhe po themi agjenci të tjera shumë të forta në aspektin e zbulimit dhe të njohjes së kundërshtarit, edhe vendosi që të futej në këtë luftë, pavarësisht se në fakt dihej që Irani kishte vite që po përgatitej për këtë luftë dhe kishte ndërtuar po themi raketa pafund balistike, kishte ndërtuar drona pafund, pra pse se mori këtë risk përpara se të shkonte në luftë Donald Trump? Kjo tregon që Trumpit i ka bërë presion të jashtëzakonshëm Netanyahu. Kjo tregon që Netanyahu ka prova dhe dokumenta dhe regjistrime dhe video dhe shumë gjëra të tjera, të cilat janë komprometuese për Trumpin, sepse i kemi parë të tërë videot e tij me atë Epsteinin dhe në ishullin Epstein, krimet që janë bërë atje, fotografitë dhe videot e Trumpit, ato që kanë mundur të nxjerrin, kuptohet, aq pak sa mundëm ne të shikojmë, na janë dhënë në media, që cilat e fundosin moralisht presidentin Trump dhe nuk po na del në bazë të videove që shohim, nuk po na del ai që kemi menduar se ishte. Megjithatë,
kjo i takon qytetarëve amerikan, i takon shtetit amerikan, i takon Kongresit dhe Senatit amerikan, i cili ka, siç thuhet, edhe që thuhet është kjo është e vërtet, që ka mbi 2 javë, 3 javë që po merret vetëm me problemin e Trumpit. Po e diskutojnë çfarë do bëhet me të, sepse e futi Amerikën në një aventurë pa të ardhme, pa asnjë shkak, pa asnjë arsye, nuk ju thënë asnjë interes Amerikës aty. Thjesht u vu në shërbim të Netanyahu-t, ose më mirë me thënë, u vu në shërbim të Rothschildëve, të cilët komandojnë gjithë botën nëpërmjet paras. Cili është zgjidhja së botës, i problemeve të botës? Është shpronësimi i Rothschildëve. Gjë që këtë duhet qeveri shumë e fortë që ta bëjë. Avokat, ka pasur 2 lëshime raketash balistike ndaj Diego Garcia, është një ishull baza amerikanëve dhe britanikëve në Oqeanin Indian, dhe raketat balistike të lëshuara nga Irani ishin me një fushë veprimi deri në 4000 kilometra. E përllogaritur kjo që nga Irani mund të kap Parisin, Romën dhe disa kryeqytete të vendeve europiane. Çfarë rreziku është kjo, qoftë për Evropën, por qoftë edhe për botën vetë, kur raketat e Iranit kanë një qitje kaq të largët? Shiko, njëherë në radhë parë, Irani nuk përbën asnjë rrezik për Evropën, sepse Irani asnjëherë s'ka ngasmuar ndonjë nga shtetet evropiane. As shtetet evropiane nuk e kanë ngasmuar Iranin, përkundër, si kanë pasur marrëdhënie diplomatike dhe ekonomike shumë të mira gjatë gjithë kohës. Irani s'ka sulmuar njeri deri më sot. I pari sulmues që filloi luftën është Izraeli, dhe i cili u mbështet fuqimisht dhe po mbështetet fuqimisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ato 2 raketa që janë çuar, ose më mirë me thënë, ta fillojnë ndryshe. Irani ka qenë i detyruar që të zhvillojë armë të tilla, siç janë raketat balistike, të cilat nesër pas nesër mund të mbushen me koka bërthamore, dhe nëpërmjet të cilave ai mund të arrijë në të gjithë globin, sepse këtë teknologji ja ka dhënë Kim Jong-u i Koreas Veriut, i cili i disponon këto lloj raketash balistike që arrijnë në të gjithë globin, dhe i ka marrë me qëllim që të mbrohet, sepse Izraeli është një shtet me fuqi bërthamore, me armë bërthamore, dhe kësaj thonë, rriti me duar në xhepa dhe unë të vi të marrë plaskat e tua, të vjetë shtëpinë tënde, kjo nuk bëhet, kjo nuk shkon. Kjo detyroi atë Irani që të armatoset, dhe shumë mirë ka bërë, shumë mirë ka bërë, sepse Izraeli e donte një përgjigje të tillë, e donte një dajak të tillë, dhe unë mendoj që Irani duhet ta përfundojë këtë luftë që ka nisur, me qëllim që të rrafshohet Izraeli njëherë për gjithmonë, të mos ketë kokë, mundësi të ngërë kokë dhe të bëhet rrezik për të tjerët. Sepse Izraeli, si të thënë dikur, dhe ashtu doli vërtet, është një kobure e Rothschildëve dhe Illuminatit dhe globalistëve në linjën e mesme dhe në të gjithë botën. Pra Izraeli është një shtet agresor, një më agresor dhe më i mirë rrezikshëm se sa që ishte nazizmi gjerman apo fashizmi italian. Që të 3 këto në fakt janë pjell dhe janë krijesa të Illuminatit dhe të globalistëve. Pra Irani ka bërë gjë më të shkëlqyer që është armatosur, dhe po i tregon vendin me dhëmbët gjithë botës, dhe i thotë që me mua mos luani. Kush ka trum kokë duhet ta kuptoj këtë dhe të triqet sa më parë, dhe të mos merret më, të mos ngacmojnë, mos prekin territorin iranian. Raketat iraniane, zotëri, ose shteti i Iranit është një shtet 1.600.000 km². Sado që të ketë spionazh dhe spiune, agjencie, armë, drejtë, çfarë të duan që të kenë izraelitët dhe amerikanët, prapë është shtet shumë i madh. Mundësitë për t'i fshehur dhe për t'i ruajtur armatimet e tij ka pafund, ka pa kontrolluara. Lidhur me 2 raketat që janë dërguar në Diego Garcia, për mua janë një shembull dhe janë një paralajmërim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
të cilët bazën e Diego Garcias në ishullin në Oqeanin Indian e kanë një nga më të fuqishme të botë. Ishtë dërguar një mesazh nëpërmjet të cilit i thotë shko se unë të gjej aty ku je. Prandaj largohu. Dhe thash, zgjidhja është një orë më parë të largohet Trumpi nga ajo aventurë në të cilë si ka hyrë, që Kongresi Amerikan dhe Senati Amerikan, të cilët nuk e kanë shpallur këtë luftë dhe nuk e kanë miratuar këtë luftë që bëri që filloi Trumpi, ta detyrojnë që të ndërpritet lufta dhe të kthehen mjetët usharake detare ajrore amerikane të kthehen në përbazat e tyre dhe të lënë rehat Iranin në punët e tij. Deshën që të ndronin pushtetin në Iran dhe në fakt prova që bën u kthye në bumerang, u kthye kundër tyre. Bëri dhe një tjetër shumë më të mirë, akoma që nuk pritej që u bashkuar si një trup i vetëm i tërë populli Iranit, harruan opozit, harruan mosmarrëveshjet, do më jo harruan, po i lanë minjan mosmarrëveshjet dhe gjithçka që kishin midis tyre, dhe u bashkuan dhe janë një trup i vetëm tani kundër Izraelit dhe Amerikës. Amerika në këtë rast zotëri ka gabuar. Ka gabuar sepse e kanë detyruar presidentin e Amerikës që futët, ata që komandojnë dhe që qeverisin dhe në Amerikë, e detyruan që të fillohet luftë. Amerika është 400 milion banor dhe është një shtet i konsoliduar sot e 270 vjet. I konsoliduar si shtet me kushtetut dhe me të tëra. Kështu që duhet të urgentisht të ndalojnë luftën. S'ka zgjidhje tjetër. Ajo luftë është luftë pa të ardhme. Ose do bëhet luftë botërore, do bëhet holokaust në gjithë botën. Kujt i intereson dhe ta bëj? Ne s'kemi gjendor, por në një luftë botërore në një luftë bërthamore asnjë s'ka të fituar, janë tërë të humbur. Qofse politikanët e perëndimit do vazhdojnë në këtë aventurë, atëherë e kanë shumë të gabuar, shumë të rrezikshme këtë luftë të cilë si kanë hyrë, sepse do bëjnë atë tjetrën që mendohet dhe që po thuhet dhe që po flitet që të krijohet koalicioni Rusi, Kin, Iran dhe Korea e Veriut, që është i vogël, por në fakt është fuqi e madhe bërthamore, botërore. Pra duhet të thresin mendjes të ndalojnë këtë luftë, të lënë në punë të tij atë Iranin, të lënë të qetë, të ikin dhe të mos merren me aventurat e një kriminali të një fundurinë botërore siç është Benjamin Netanyahu bashkë me këtë fundurinën tonë që është bërë mik i tij dhe vetë edhe bën dhe rezoluta ky pa cip, ky pa fytyrë, bën rezolut ky kundër popullit iranian. Ky që është shqiptar. Edi Rama.